Fusha e Burgut në bashkinë e Finikit njihet historikisht si ambari i Jugut, me një sipërfaqe prej 6.000 hektarësh dhe me një gjatësi prej 18 kilometrash. Ajo vazhdon të kultivohet nga fermerët e zonës. Gjatë javëve të fundit, kjo fushë po plotëgohet dhe mbyllet nga fermerët me kultura destinës së pranverës, ku interesimi është shumë i lartë. Specialisti i bujqësisë dhe fermeri Jani Qendro, nga fshati Karahagji i bashkisë së Finikit, shprehet për kulturat që po mbyllen aktualisht në fushën e Burgut. Që se është ngrohur koha dhe ka kushte të mira, ka filluar që të mbjellin në mënyrë të shpejtë jonçën, e cila me qenë se është edhe fare imët edhe brenda një muaj, për shembull, me kushtet e mira që mund t'i zërë dhe shirat, vetëm të mos jenë të rëmbishëm, ka filluar, domethënë shumë shpejt mund të dali. Kultura e dytë e cila ka filluar që të mbyllet është kultura e misrit, e cila fermerët janë në fazën e fundit dhe në përgatitjen konkret të gjithë parcelave të tyre për të mbjellur misrin. Në rrethin tonë, kulturat të tjera të cilat konkretisht mund të flasin për kulturat pranverore janë ato të cilat mbjellin fermerët në gastrat e tyre, ose një pjesë për shembull që mbjellin domatet, domethënë perimet në përgjithësi, përgatisin tokën. Kanë filluar në mbjelljen e perimeve, domethënë të domates jashtë në fushë, specat, patrigjanet, kungujt dhe gjithë kulturat e tjera perimore të cilat janë që mbajnë deri në periudhën e dimrit. Gjithsesi, fermerët janë të shqetësuar për sezonin e vaditjes gjatë muajve të verës. Kjo për faktin se kanali i vaditës Thoma Filipeu, 15 km i gjatë, ndodhet në fazën e dytë të rikonstruksionit. Një proces ky që ka filluar vitin e kaluar dhe do të përfundojë në vitin 2027 me fonde të qeverisë shqiptare. Ndërsa fermerët kërkojnë edhe rikonstruksionin e kanalit vaditës në njësinë administrative të Finikit. Pjesën më të madhe të sistemit të vaditjes e ka të rregulluar me përjashtim të një kanali, i cili është kanali KK3 i thonë në zonën e Finikit, i cili është pastruar pjesërisht, ka mbetur një pjesë e cila ky kanal zë rreth 1000 hektar në rast se do rregullohet. Do vihet në funksionim zë rreth 1000 hektar, të cilën mund të mbulojë gjithë parcelat e zonës fushore të Finikit. Në një pjesë domethënë e parcelave që vendose në krahun tjetër nga fshati Karahagji dhe në fshatin e Bregasit, e tëra ajo zonë e zë lumi i Kalasës. Dhe konkretisht fermerët kanë pastruar të gjitha kanalet, mbasi shkoa domethënë e mjaftueshme tani për t'i pastruar dhe i kanë vënë në dispozicion për mbjelljen e misrit dhe të disa kulturave të tjera, qoftë edhe jonxhush edhe disa kultura të tjera që mbjellin ata në arat e tyre. Njëkohësisht, fermerët përveç fushës po shfrytëzojnë 3000 hektar të tjerë, pjesë e fushës së Burgut.